Shiko, Klodi, kjo ishte ndeshja jetës për kombëtarin Kuqezi. Për vetë faktin që Spaku Brezi jonë më të rritur ka fare qartë situatën që ndodhi në Beograd vitin 2014, kur djemë tanë dhe delegacioni Kuqezi kanë përjetuar net të merri, me gjithate i gjithë ambienti sportiv, vetë futbolistët, Tirana, Kosova dhe kudo flitët Shqip, ishin të gjithë në kam për të pritur edhe për të përcjellë këtë ndeshje, ndoshta ndër më të rëndësishmet e historisë Shqipërisë Spaku në këto 2 dekadet e fundit. Në fakt publiku u përgjigj, Sidvinjo u përgjigj, futbolistët në fush u përgjigjen, dhe nëse do të diskutojnë me para takimit që një barazim a mund të nënshkruajnë thojza nga ne si një pikë e fituar ndaj ekipit serb, unë do isha plotësisht dakord, pasi përpara ndeshjes unë përqendrim më të madhe për të fituar konsideroja pikërisht skuadrën e Serbisë. Fakti që ata kanë kualitete, cilësi, kanë një fanellë e cila që në vitet të shkuara ka qenë pjesëmarrëse botror, europian, ka patur edhe një dekadë ku ka dominuar edhe në Europë me klube, përballë kësaj Shqipërie e cila për hir të vërtetës që pas angazhimit kombëtarës Kuqezi në Gjermani, në Europian, e ka patur oscilacione, jo vetëm afrime, largime, por dhe vetë Sidvinjo ka qenë i paqartë, e gjithnjë në konceptin tim, pasi shpesh futbollistë titular nuk janë preferuar, ka befasuar me lojtarë të rinj, dikush është përgjigjur, dikush është fshirë me shpejtësi nga kjo lizë, dhe në takimin e dieshëm, edhe pse unë mendoj ndryshe, skuadra serbe filloi më mirë, ishin 10-12 minutat para, e ato na shtypën në gjysmë fushën tonë, natyrisht pa ndonjë rast të pasur, por që dukej frika pra e futbollistëve tanë për t'u përgjigjur, më pas me kalimin e minutave, Shqipëria u vendosë ballë për ballë, lojtarë të tillë si Laçi, po që nga mbrojtja ku Mitaj, por dhe Hysaj në ndeshjen e tij të karrierës, takimin e dieshëm, edhe për futbollistët e tjerë, por përmenda këta emra të cilët bën diferencën, sidomos Julian Sheu në mesfush. Sigurisht Julian Sheu ka qenë Ishte ere parë që grumbulloi? Është here e dytë dhe të vjen keq Klodi që një futbollist si tillë i lindur këtu në periferi të Tiranës me një të kaluar të jashtëzakonshme, derisa për 4-5 vite me Laçin ka mbajtur ekipin së bashku me Lushkën dhe Deliu në Kupat e Europës. E të dinë këta element të tillë të pa afruar, dhe vetëm nëse shkon të Widzew Łódź në Poloni, të ftohet moshën 27 vjeçare, kjo është e pafalshme. Jo vetëm për Sidvinjon, i cili nuk është angazhuar që herët me kombëtaren, por strukturat e vetë Federata Shqiptare të Futbollit. Ata që bëjnë përzierjen e elementit duhet ta kishin pikasur me herët. Një ndeshje për ta mbyllur së zgjata, një ndeshje e luftuar me zemër, një pikë mjaft e mirë për Shqipërinë në këtë pikë të grupit K ku ndodhet Shqipëria, dhe urojmë, shpresojmë që ata që kurir ka shkruar që mbrëm dhe deri sot të jenë vetëm një flusë sapuni, e pasi vetëmi që ka folur mirë edhe në orë të fundit ka marrë kritika është Dragan Stojković, trajneri, po ndoshta më vonë do flasëm edhe për këtë pikë.